Steven Shpendi është rikthyer të shënoi nga Serie B italiane. Sulmuesi shqiptar, i cili është huazuar nga Empoli tek Carrarese, është bërë protagonist këtë fundjavë për ekipin e tij duke gjetur rrjetën e tretë sezonale. Deri tani 21 vjeçari ka luajtur në 20 ndeshje, por një dëmtim pak kohë më parë ngadalsoi progresin e tij. Tashmë rikthyer, Shpendi ka folur pas golit për Quotidiano Sportivo. Ai shprehet se ndihet mjaft mirë. Për sa i përket formës, tani ndihem mjaft mirë, ndërsa në 2 javët e para pas kthimit isha pak i lodhur sepse kisha qenë jashtë për një muaj e gjysmë. Ndihem shumë mirë fizikisht dhe sigurisht që kam ndihmuar ekipin me këtë gol. Më jep shumë besim dhe më bën të ndihem edhe më mirë, thot sulmuesi fillimisht. Mëtej ai ka edhe një koment për Ecurin. Goli më çliroi si mua, por edhe gjithë stadiumin, sepse e nisëm keq ndeshjen. Jam i lumtur që shënova, por skuadra po reagonte shumë mirë. Barazimi në fund ishte rezultati i duhur, përfundon prononcimin e tij Steven Shpendi.